Lideri suprem i Iranit, Ali Khamenei, është vrarë, pra ka vdekur. Njoftimi zyrtar tashmë përveç nga presidenti Trump erdhi dhe nga vetë Irani, nga televizioni shtetëror. Por çfarë ndodh tani atje? Garda revolucionare ka vazhduar sulmet kundër vendeve të Gjirit, ndërkohë që ka kërcënuar edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por Trump është përgjigjur duke thënë që në rast se tentojnë të sulmojnë bazat e saj apo vetë Shtetet e Bashkuara, do të marrin një përgjigje si kur më parë. Me lindjen e mesme në flak, pikpyetjet janë të shumta çfarë do ndodh tani në vazhdim pas Ali Khameneit. Për skenarët e mundshëm, ne do të zhvillojmë një bisedë me zotin Nefail Minjos, mjaft i mirë ekspert në çështje ndërkombëtare. Nefail, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit për ftesën. Çfarë prisi që të ndodh tani në lindjen e mesme? Po është shumë vështirë të parashikohet duke marrë parasysh zhvillimet e fundit, posaçërisht vrasja e liderit suprem, ku tani në bazë të informacioneve të fundit qarkullojnë lajme se vetëm se është zgjedhur pasuesi, ku sipas njoftimeve pasuesi i tij do të jetë djali i dytë i tij Mujtaba Khomeini, por këto informacione ende nuk janë zyrtare, edhe për shkak se në Iran nuk shihet me sy të mirë trashëgimi i pushtetit për shkak se revolucioni islamik i vitit 1979 ndodhi si rezultat i trashëgimisë apo i monarkisë Pahlavi. Dhe ky informacion ende nuk është konfirmuar, por gjithashtu ekzistojnë edhe figura tjera të cilët janë të rëndësishme brenda sistemit klerik dhe sistemit politik të Iranit, të cilët pritin që ta marrin pushtetin, por duke marrë parasysh gjithë këto zhvillime, duhet të kemi edhe qëndron në faktin se Garda Revolucionare Iraniane është realisht thelbi apo bërthama e regjimit, dhe ata do të jenë ata të cilët do vendosin se kush do të udhëheqë me Iranin në këtë situatë lufte. Djali i tij, nëse qëndron kjo e lajmeve të fundit, pra dhe nëse deri në fund është ai që do ta trashëgojë pushtetin, do ta marrë. Sipas të analizave ndërkombëtare, si shikohet? Do jetë krah më i butë, më refraktar me Shtetet Bashkuara, me Perëndimin, me Izraelin, me vendet e Gjirit aty? Informacionet që qarkullojnë për këtë personalitet i cili nuk është shumë një figurë publike, por thuhet se qëndron pas gjitha lëvizjeve që ndodhin në prapasken, është krahu kryesor i cili udhëheq me Garda Revolucionare dhe me organet e sigurisë, dhe në pjesën më të madhe thuhet se ky është i vijes së ashpër, por ashtu ekziston edhe një figurë tjetër e cila mund të dalë në skenë, është Ali Lariani, i cili është kryetari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Iranit, i cili po shihet si më pragmatiki dhe i cili ka marrë pjesë në negociatat për çështjen bërthamore të Iranit. Kështu që kemi një dyzim mes krahut i radikal dhe cili është për një aksion të ashpër ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të saj në rajon, dhe kemi një krah më pragmatik i cili kërkon një zgjidhje diplomatike dhe një zgjidhje politike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke pas parasysh që presidenti ka një linjë më të butë, pavarësisht se ka pak pushtet, rrjedhë për ta balancuar këtë, lideri suprem i ri pritet të jetë i vijes më të ashpër. Po, është vërtet për shkak se Irani ka një sistem politik i cili është jashtëzakonisht i komplikuar, ku presidenti zgjedhet nga populli, por realisht de facto dhe de jure udhëheqësi i shtetit është Ayatollahu apo kleri fetar, ku ai përcakton edhe politikat kryesore si politikat e jashtme apo politikat të sigurisë, kështu që presidenti mund të themi që ka më shumë një rol simbolik. Kurse Ayatollahu apo lideri suprem është ai që udhëheq me Iranin, dhe në këtë rrethant duke marrë parasysh edhe vrasjen e tij, mund të themi se mund të shkojmë drejt një krahu më ekstrem, për shkak se është vetëm mënyrë përmes së cilës Ayatollahut apo kleri fetar do ta mund të ruajë pushtetin brenda Iranit. Për shkak se në rast se nuk do të kemi një përgjigje të ashpër, kjo do të mund të shkaktojë edhe frustrim tek pjesa radikale fetare, e cila do të kërkojë ndryshimin apo rrëzimin e kësaj udhëheqje dhe sjellën në fuqi të një udhëheqje tjetër e cila do të jetë edhe më radikale se kjo që ka qenë. Pra, nga gjithë analiza që ju bët, vërtet Ayatollahu Ali Khamenei u vra, por nuk është se kjo rrëzoi regjimin.
Jo, për shkak se duke marrë parasysh se regjimi ka ardhur në fuqi në vitin 1979, pra një regjim 47 vjeçar, është etabluar fuqishëm brenda shoqërisë iraniane dhe duhet një kohë e gjatë apo duhet një ndryshim, një revolucion shumë i fuqishëm apo një ngjarje shumë e madhe që të shkaktojë arrëzimin e regjimit. Siç thashë më herët, garda revolucionare është edhe bërthama e regjimit dhe ata janë një strukturë paramilitare aq shumë e fuqishme e cila ka ngorthyer gjithë shoqërinë iraniane. Dhe derisa nuk kemi një dobësim të gardës revolucionare, nuk mund të shpresojmë për një ndryshim regjimi. Edhe përkundër faktit se Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar se qëllimi i tyre primar është rrëzimi i regjimit. Por sot presidenti Trump dha një deklaratë se me vrasjen e Khameneit është më e lehtë të fillojmë negociata. Pra duke se edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë një zgjidhje diplomatike me pasardhësin e Khameneit sesa shkuarja drejt një lufte në shkallë të gjerë e cila do të ketë pasojë katastrofike jo vetëm për rajonin por edhe për të gjithë botën, duke marrë parasysh rrëzimin gjeopolitike dhe gjeoenergjetike që ka Irani. Ju folët për rajonin, por nuk i kuptuam cilat ishin arsyet e sulmit mbi Emiratet e Bashkuara dhe vendet e tjera. Irani është i vetëdijshëm se nuk mund të përballet ushtarakisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ajo përdor një strategji për të goditur vendet aleate të Shteteve të Bashkuara në rajon me qëllim që ata të ushtrojnë një presion të fuqishëm ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të gjejnë një zgjidhje diplomatike, politike dhe të ndalojnë sulmin ndaj Iranit, sulmet të cilët rrezikojnë seriozisht regjimin iranian. Dhe pas kësaj edhe mbyllja e ngushticës së Hormuzit është një pjesë e kësaj strategjie, duke marrë parasysh se rreth 80% e naftës dhe gazit natyror që kalon nga ngushtica e Hormuzit shkon drejt vendeve të Azis, pra drejt vendeve aleate të Shteteve të Bashkuara si Japonia dhe Korea e Jugut, po ashtu edhe Kina, të cilët shpresojnë se përmes bllokimit të ngushticës së Hormuzit dhe kalimit të këtyre burimeve energjetike do të ushtrohet presion ndaj Pekinit, Tokios, që ata të ushtrojnë presion të Shteteve të Bashkuara që të gjejnë një zgjidhje diplomatike. Po për Shtetet e Bashkuara tani prisni që çfarë kuptimi ka dhe deri ku mund vazhdojnë edhe sulmet, se Trumpi tha për 2-3 ditë mund të arrijë qëllimin, por qëllimi kryesor duket se u arrit, se besoj ai ishte vrasja e liderit suprem. Po, kështu u interpretua edhe nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po ashtu edhe mediat kryesore të Shteteve të Bashkuara. Pra mund të themi se tani kemi një arritje të një qëllimi dhe tani pritet që me ardhen e liderit të ri apo figurave të reja politike në Iran të fillojë procesi i negociatave. Por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kërkojnë një arritjen e një marrëveshje, për shkak se nëse lufta vazhdon do të ketë impakte të fuqishme në renale, për shkak se kjo mund të çojë edhe deri te shpërbërja e Iranit, e cila do të ketë pasoja katastrofike për të gjithë shtetet e rajonit, duke marrë parasysh shpërbërjen demografike të Iranit, ku 51% janë persian, kurse 49% e popullatës i takojnë kurd, azer, baluç dhe arab, të cilët do të kërkojnë një autonomi apo shkëputje nga Irani, edhe kjo do të trondisë gjithë lindjen e mesme. Megjithatë është i vetmi vend që në 70-80 vite apo mos më shumë në lindjen e mesme që nuk i ka ndryshuar kufit. Po, është e vërtet, po duke marrë parasysh faktin se azerët janë pakica e dytë, pakica e parë etnike mas persianëve, pra llogaritën dikun rreth 15 deri në 20 milion banor, pra 25% të popullatës, dhe banojnë kryesisht në kufit e Azerbajxhanit dhe Armenisë, në atë që quhet si Azerbajxhani iranian. Dhe në rast se kemi një eskalim të situatës, ata mund të kërkojnë një autonomi apo bashkangjiitje me Azerbajxhanin. Në anën tjetër kemi kurdët të cilët llogaritën diku deri në 15 milion banor që banojnë në kufit mes Irakut dhe Turqisë, dhe duke marrë parasysh të kaluarat ata kanë një ambicie për ndarje dhe krimin e një shteti të tyre, dhe kjo mund të destabilizojë Turqinë, Irakun dhe Sirinë, për shkak se ato kanë edhe një lloj tradite apo një histori të krimit të një shteti të tyre të vitit 1946, kur Bashkimi Sovjetik mbështeti krimin e një shteti Kurdistan në Iranin e sotëm, por që pas përfundimit të luftës së dytë botërore dhe presionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe, Bashkimi Sovjetik u detyrua që ta tërheqë mbështetjen dhe mbretëria apo monarkia Pahlevi e shkatroi këtë shtet. Po ashtu kemi edhe baluçët, të cilët janë në kufi mes Afganistanit dhe Pakistanit, të cilët bëjnë një luftë të vazhdueshme për të ndarë nga Irani, dhe ata mund të shfrytëzojnë rastin për të
për të krijuar shtetin e tyre që do ta destabilizojë edhe Afganistanin, edhe Pakistanin. Po ashtu kemi edhe arabët, të cilët llogariten prej 2 deri në 4 milion banor që janë të përqendruar kryesisht në provincën e Kuzistanit, e cila është zemra industriale e Iranit, ku prodhohet 80% e naftës dhe gazit iranian, dhe ata kanë një lloj historie të një lloj autonomie që ka zgjatur nga shekulli 17 deri në vitin 1925 kur erdhi në pushtet Reza Pahlavi. Pra të gjithë këto janë treguese në rast se lufta vazhdon, Irani do të shkatërrohet, por kjo do të ketë impakt të fuqishëm në të gjithë shtetet fqinje. Ne në këtë bisedë deri tani nuk kemi folur për atë që është kryesori që e nisi ose e tërhoqi Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë luftë të konfliktit Izraelin. Tashmë mendoni që e ka arritur te Izraeli qëllimin apo betejë do të vazhdojë? A mund të ketë qetësi pas kësaj, pra në raport me Izraelin këtu? Po Izraeli apo kryeministri tanishëm Benjamin Netanyahu, që nga fillesat e tij politike ka cilësuar Iranin dhe ka etiketuar Iranin si kërcënimi kryesor për mbijetesën e shtetit të Izraelit dhe hebrejve në linjën e mesme, dhe në bazë të deklaratave të fundit që dha kryeministri Netanyahu, ai nuk është i kënaqur vetëm me vrasjen e Ayatollah Khomeini, po ai kërkon ndryshimin e regjimit, pra rrëzimin e regjimit islamik, revolucionit islamik në Iran, dhe kthimin e djalit të Reza Shahut, Reza Pahlavit, për shkak se ai ka treguar një qasje pro-izraelite dhe ka deklaruar se ne do të forcojmë lidhjet me Izraelin. Pra Izraeli është interesuar që ta largojë regjimin Ayatollahve dhe ta rikthejë monarkinë Pahlavi, e cila do të jepte një fuqi dhe një ndikim jashtëzakonisht të madh Izraelit brenda lindjes së mesme. Po kjo në anën tjetër ka shqetësuar edhe shtetet fqinje apo edhe ata që mund të quhen si aleat të Izraelit, për shkak se ata janë kundër, edhe pse janë kundër regjimit Ayatollahve, në të njëjtën kohë janë edhe kundër rikthimit të Reza apo monarkisë Pahlavi, për shkak se kjo do të arriste fuqinë dhe ndikimin e Izraelit brenda lindjes mesme. Kush mund ta ndalojë Izraelin tani? Nuk ka, gjithë vendet i ka sulmuar në lindjen e mesme. Po, kjo është e vërtet, por për shkak se Izraeli ka dhe një mbështetje të fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, fatkeqësisht po Irani dhe iranianët nuk kanë një alternativë. Pra si regjimi i vitit 1979, revolucioni islamik i Iranit i vitit 1979, Ayatollah Ruhollah Khomeini erdhi nga Parisi, pra nga Franca, erdhi nga jashtë, dhe të njëjtën kohë pas 47 vjetëve përsëri një ndryshim regjimi, dhe tani përsëri udhëheci i vendit përsëri do të vijë nga jashtë, për shkak se monarkistët jetojnë në eksil, dhe përsëri do të kemi një rikthim prej jashtë për ta marrë pushtetin e brendshëm brenda Iranit. Pra nuk kemi një revolucion apo një lëvizje e cila do të sjellë një qeveri apo njerëz që do të përfaqësoheshin nga brenda. Pra vazhdimisht kemi njerëz që vinë nga jashtë për ta sunduar Iranin brenda. Nuk e përmendët se kemi edhe ne në Tiranë antarët e Mekut të opozitës. Mund të keni rol këta? Është vërtet, po mendoj që jo, për shkak se janë edhe pse kanë, nuk mund të themi që nuk kanë një ndikim, por ndikimi i tyre është shumë i vogël, duke marrë parasysh se mbështetja kryesore që Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë, bëhet fjalë për monarkinë. Pra ata synojnë që të rikthehet monarkia në sundimin e Iranit dhe jo Meku, për shkak se Meku është një organizat e vogël dhe nuk mund të drejtojë një Iran aq të madh me një popullat mbi 90 milion banor. Por Shqipëria mund të themi që është rrezikuar duke marrë parasysh se baza e Mekut gjendet në Shqipëri, dhe duke marrë parasysh aftësinë ushtarake që ka Irani, ku ka raketat të cilat shkojnë deri në 2500 kilometra, kështu që kampi Manzës mund të jetë ndoshta një nga objektivat, edhe pse nuk e besoj, duke marrë parasysh se Irani po synon të sulmoj aleatët më kyç dhe më të rëndësishëm të Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme, pra fuqitë kryesore naftmbajtëse dhe naftprodhuese të lindjes së mesme, dhe në këtë mënyrë synon të destabilizojë tregun energjetik global dhe ta vendos me shpatulla pas murit Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk e kuptova, ose më saktë nuk e dëgjova mirë, po për siguri po bëj pyetjen. Ndoshta thatë pak më lart që raketat e Iranit ka rrezë veprimi që mund të vinë deri në Tiranë? Po, është e vërtet, sipas disa të dhënave nga sajte dhe nga institute të ndryshme që merren me hulumtimin e fuqisë ushtarake iraniane, Irani disponon raketa me rrezë deri në 2500 kilometra, dhe ato parashikohet që mund të arrijnë deri në Shqipëri, pra në kampin e Manzës. Por që besoj që është diçka që iranianët nuk do ta marrin parasysh, duke marrë
duke marrë parasysh faktin se grupi i Manzës apo Meko është një organizatë e vogël dhe nuk ka një ndikim aq të madh për ta destabilizuar regjimin në këto momente. Pra nuk besoni që përveç vendeve të gjirit, Irani mund të hapet më tej për sulmuar. Jo, për shkak se ja pritet mendja që çmonte ndoshta ti binte edhe Dubait apo vendeve të tjera. Po kemi parë videot e fundit që janë të llatarik. Si tek edhe më herët, Irani po synon të vendosë një presion të fuqishëm energjetik brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke sulmuar këto shtete që janë naftëprodhuesit më të mëdhenj pra vendet e OPEC-ut, ajo po synon që të krijojë një destabilitet në tregun energjetik global. Dhe në këtë mënyrë aleatët i bëjnë presion Shteteve të Bashkuara, si Arabia Saudite, Katari, Kuvaiti, Omani, të bëjnë presion Shtetet e Bashkuara që të ndalin sulmet dhe të gjejnë një rrugë diplomatike për të dhënë fund të konfliktit, pasi kjo mund të destabilizojë tregun energjetik global, por edhe shtetet e tyre duke marrë parasysh edhe pakënaqësi që mund të ekzistojnë brenda këtyre vendeve. Në fakt, por pam që Rusia, Kina, Kuvaiti aleanca, BRICS-i duke se mori fund shumë shpejt dhe si ndoshta mirat të Venezuelës nuk e mbrojti nga helikopteri. Po këtë apo besoni që Ali Khamenei ndoshta nuk ka bërë tentativa për tikur, për kërkuar azil? Po Rusia është përfituese dhe njëkohësisht humbësja e një lufte, kurse Kina është vetëm humbëse. Po pse Rusia është përfituese dhe humbëse? Nëse shkohet në një luftë të shkallë të gjerë, që siç po pretendohet deri më tani, çmimet e një fuqie të naftit do të kalojnë prej 100 deri $150, kurse nëse kjo luftë do të vazhdojë, atëherë sipas parashikimeve do shkojë deri në $200 për një fuqi. Pra, me këtë çmim të naftës, Rusia do të përfitojë jashtëzakonisht shumë për shkak se 60% të eksporteve të Rusisë provohen nga nafta. Dhe duke marrë parasysh luftën në Ukrainë, Rusia ka nevojë urgjente për mjete të mëdha financiare dhe kjo mund të sigurohet përmes rritjes së çmimit të naftës dhe rritjes së shitjes së naftës. Në anën tjetër, Rusia nëse do të binte regjimi ajatollave, Rusia do të humbte aleatin e vetëm në lindjen e mesme, për shkak se më herët ishte pozicionuar në Siri, por pas rënies së Bashar al-Assad dhe largimit nga porti Laktakijës, baza e vetme apo mundësia e vetme për të ndërhyrë në lindjen e mesme ishte përmes Iranit. Kurse në anën tjetër humbja më e madhe këtu do të jetë Kina, duke marrë parasysh faktin se Kina është vlerësi kryesor i naftës iraniane dhe 90% e naftës iraniane shitet në drejtim të Kinës, nga 1.3 deri në 1.8 milion fuqi në ditë. Dhe nëse kjo ishte planifikuar dhe një tubacion i ri në mos gaboj. Po, është një tubacion që është planifikuar më shumë kohë më herët, e cila parashikohet që të kalojë nga Irani në drejtim të Afganistanit dhe pastaj në drejtim të Kinës, por që është edhe interesant fakti se kemi edhe një luftë mes Pakistanit dhe Afganistanit, pra të gjithë shtetet të cilat janë jetike për sigurinë kombëtare të Kinës apo jetike për projektin një brez një rrugë janë në konflikt, ku Irani është pjesë shumë e rëndësishme për shkak të pozitës së saj gjeopolitike në qendër të Eurazisë. Po kësaj në anën tjetër, Kina synonte që përmes Iranit të krijojë një alternativë për fuqinë amerikane brenda rajonit. Dhe nëse regjimi ajatollahëve bie, atëherë Kina apo Pekini, strategjia e Pekinit për të balancuar fuqinë amerikane në lindjen e mesme do të dështojë të Shtetet e Bashkuara do të fitojnë, për shkak se në këtë mënyrë regjimi i ajatollahëve do të bie dhe do të vijë Reza Pahlavi apo monarkia Pahlavi, e cila është aleate e Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra pasi preu një krah në Venezuelë edhe për naftën, tani është Irani pra kryesori edhe këtu. Pra po synimi ndoshta për të mos thënë parësor, po dytësor, ose ai që nuk duket është për të goditur ekonominë e Kinës, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës duket po e arrin. Është nëse e shohim me gjithë lëvizjet e fundit që ka bërë presidenti Trump apo një strategjinë kombëtare të vitit 2025 që u nënshkrua nga presidenti Trump, apo nëse mund ta quajmë doktrinë Trump, një nga pikat kryesore ishte ruajtja e dominimit energjetik. Pra Shtetet e Bashkuara duhet që ta ruajnë dominimin energjetik dhe në këtë mënyrë, duke parë lëvizjet e fundit gjeopolitike që ka bërë presidenti Trump, duket sikur ai po rrethon strategjikisht në aspektin energjetik Kinën. Pra Kina nëse nuk ka burime energjetike, industria e saj do të kapitullojë dhe në këtë mënyrë ajo do të dobësohet si fuqi ekonomike apo si një rival i kryesor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ekonomi, por edhe në influencën globale. Po përsa i përket Turqisë tani, se fillimisht një sulm të parë, Turqia nëpërmjet edhe negociatorit Hakan Fidan e parandaloi që ofroi dialogun përballë luftës.
Ndoshta nga frika dhe asaj që ju thatë pak më larg që nëse ka tentativa që Izraeli arrin qëllimin që të hedh hapat e parë për krijimin e shtetit kurd, që ndoshta mund të rrezikonte edhe Turqinë. Tani çfarë ndodh? Mundet të hapet më tej kutia e Pandorës pra edhe nga Turqia? Turqia ndjehet e rrezikuar se ka edhe më herët për shkak të numrit të madh të kurdëve të cilët jetojnë në Iran dhe sipas një plani Turqia nëse do të shkojë deri te dezintegrimi i Iranit, Turqia do të krijojë një zonë tampon, do të futet brenda territorit iranian me qëllim që të parandalimit me çdo kusht të krijimit të një shteti apo të një shteti kurd në Irak apo edhe një autonomie për kurdët brenda Iranit. Për shkak se nëse kjo do ndodhte, kjo do të kishte efekt domino edhe brenda Turqisë, duke marrë parasysh faktin se Turqia arriti një nga fitoret më të mëdha të saj, duke arritur një paqe, nëse mund ta thojmë një paqe me kurdët. Dhe nëse arritet përsëri nacionalizmi kurd brenda Iranit dhe kurdët iranian krijojnë një shtetin e tyre apo marrin një autonomi të gjerë, kjo patjetër që do të ndikojë edhe tek turqit e Sirisë, Irakut dhe të Turqisë, edhe ata të ngriten në një kryengritje përsëri apo të kërkojnë edhe ata të drejta më të mëdha apo bashkangjiqjen e tyre me shtetin kurd të Iranit. Kjo shifet si një kërcënim dhe shumë i madh i Turqisë dhe rreziku kryesor që po shqetëson Ankaran për zhvillimet në Iran. Dhe nuk do të harrojmë se Izraeli është një nga mbështetësit më të mëdhenj të krijimit të një shteti kurd në lindjen e mesme, për shkak se kjo do t'i dobësonte të gjithë ato nëse mund t'i quajmë armiqt apo kundërshtarët për dominim në lindjen e mesme, do të shkaktonte aty probleme të brendshme dhe në këtë mënyrë Izraeli do t'i avanconte interesat e saj brenda këtij rajoni. Po, në analizën tuaj se me iku pak më lart për t'ju marrë një përgjigje, ju mendoni që Ali Khamenei nuk iku se nuk besonte se mund ta vrisin, ta eliminonin, apo ndoshta nuk e pranoi dikush në azil? Ali Khamenei vdiq që u vras bashku me besën e tij, dhëndrin dhe vajzën. Pra, martirizimi në ideologjinë shiite ka një rëndësi shumë të madhe dhe një rëndësi që jashtëzakonshme që lidhet me vrasjen e Imam Huseinit në luftën e Kerbelas në vitin 680 që ishte nipi i profetit Muhammed. Dhe në këtë mënyrë ai ka zgjedhur vetë këtë fund. Po, me shumë gjas, duke marrë parasysh se ai qëndroi në shtëpi kur duke ditur se nëse do të kemi një sulm të Shteteve të Bashkuara apo Izraelit, pika e parë ku do të sulmojë do të ishte atje. Dhe është për të theksuar fakti se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kishin arritur një lloj dakordësie ku SHBA do të sulmonin instalacionet ushtarake apo bazat ushtarake, kurse Izraeli do të gjurmonte dhe do të godiste udhëhecit politik dhe udhëhecit ushtarak. Pra, Ali Khamenei u vra nga bombat që u hodhën nga aeroplanet izraelit. Dhe kjo do të krijojë brenda Iranit një lloj uniteti. Një uniteti ka që nevojshëm. Po ata edhe herën e parë u kapën në gjumë. Po këtë herë besoj që ishin më të përgatitur, por përsëri nuk janë aq të përgatitur për të bërë ballë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por duket se Ali Khamenei ka dashur që të krijojë një lloj uniteti brenda Iranit, duke marrë parasysh edhe protestat e fundit që ndodhen në dhjetor, Po thoni që ka menduar edhe për atë që do vinë me këtë veprim vendimshmëri. Po, për shkak se nëse dëgjojmë deklaratat e kryetarit të Kuvendit apo të parlamentit të Iranit, ai thotë se ne ishin të përgatitur edhe për të gjitha skenarët përfshirë edhe vrasjen e Ali Khameneit. Pra mund të themi se këtu kemi një lloj dakordësie apo një lloj bashkëpunimi brenda strukturave iraniane, ndoshta për të kaluar këtë sulm të Shteteve të Bashkuara me vrasjen e një lideri siç ishte vrasja e Qasem Sulejmanit nga administrata e parë Trump me qëllim uljen e gjakrave dhe arritjen e një marrëveshje me qëllim mbijetesën e regjimit. Në fakt, po ç'an ndodh tani me Trumpin, sepse me Putinin, sepse aty është konflikti tjetër i hapur, por që Trumpi ka dy prova që ka dhënë. E para njërin e mori me helikopter dhe tjetrin e vrau atje. Po duhet të bëjmë një dallim për shkak se Rusia është një shtet i jashtëzakonisht i fuqishëm dhe ka një nga asetet që shumë pak shtete kanë tjera, që është fuqia nukleare. Dhe nëse shohim të gjithë shtetet kur kanë të bëjnë me shtetet që kanë fuqi nukleare apo kanë armë bërthamore, trajtimi i tyre, retorika ndaj tyre është shumë më e kujdesshme se ato shtete të cilët nuk kanë armë bërthamore. Pra, armë bërthamore të shërbyer si një lloj sigurie për të gjithë lideret apo shtetet botërore. Dhe kjo është një nga rreziqet që tani mund të ndodhë në botë, ku do të krijohet një garë energjetike, një garë për armatim bërthamore, për shkak se vetmja gjë që
një pjesë të madhe të shteteve është duke shpëtuar nga lufta, apo shumë lidera që shpëtuar nga vrasja janë vetëm armë bërthamore. Çdo shtet që ka armë bërthamore ndjehet shumë më i sigurt se një shtet që nuk ka armë bërthamore, pavarësisht fuqisë së tij ekonomike, demografike apo edhe energjetike. Nga gjitha kjo unë nuk kuptova edhe nga media ndërkombëtare çfarë është bërë me planin bërthamor të Iranit. Po edhe pse kishte negociata zhvilloheshin në Gjenevë, nuk kishte një rezultat konkret. Pra, synimi kryesor i Shteteve të Bashkuara dhe deklarata e presidentit Trump ishte që të pamundsoj Iranit që të kishte armë bërthamore. Edhe përkundër faktit se u deklarua se në qershor të vitit 2025, pra vitit të kaluar, Shtetet e Bashkuara kishin arritur që të shkatërronin potencialin bërthamor të Iranit. Dhe tani përsëri pas pothuajse një viti del se qëllimi kryesor i Shteteve të Bashkuara është për të parandaluar Iranin që të ketë një armë bërthamore. Pra e gjithë kjo lidhet te pamundësia apo që të shkaktohet pamundësia Iranit që të krijojë një armë bërthamore për shkak se kjo do të nxiste, siç thashë më herët, do të nxiste një garë armatimi për armë bërthamore brenda lindjes së mesme, ku si Turqia dhe Arabia Saudite deklaruan zyrtarisht se nëse Irani do të kishte armë bërthamore, edhe ata do të konsideronin mundësinë që të kishin një armë të tillë. Do ta mbyllim me Ballkanin. Çfarë ndodh në rajonin ton, përveç rastit të Shqipërisë, që mallat pak më lart, të një rreziku të mundshëm që ju nuk e besoni që mund ndodh, por realisht mundësitë sipas jush Irani ka. Çfarë ndodh, si mund të prekemi ne nga ky konflikt? Deri tani në mënyrë direkte nuk mund të prekemi, por në mënyrë indirekte po. Edhe gjitha kjo lidhet me një krizë të mundshme energjetike. Për shkak se duke marrë parasysh dobësinë ekonomike që kanë shtetet e Ballkanit, një krizë e fuqishme energjetike apo rritja e çmimit të naftës do të ketë një ndikim direkt në jetën e qytetarëve, por edhe në buxhetin e shtetit. E kjo mund të shkaktojë edhe krizë ekonomike, recesion global, por mund të shkaktojë edhe protesta dhe demonstrata për shkaqe ekonomike të qytetarëve. Në Kosovë nuk shikoni diçka që mund të ketë ndonjë reaksion? Jo, nuk besoj, për shkak se ka disa herë interesi i shteteve i Iranit është që të godas shtetet që kanë pasuri energjetike, pra që kanë naftë dhe gaz dhe që janë interesa jetike në lindjen e mesme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Kosova është një shtet i cili ka bazën, ku Shtetet e Bashkuara kanë bazën e Bosillit, por nuk përbën një bazë kritike e cila do të mund të shërbejë Iranit për ta detyruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të ulin dhe të negociojnë dhe të kalojnë në një marrëveshje diplomatike dhe mosmarrëveshje që zgjidhen në aspekt politik dhe jo nëpërmjet armëve. Mund të ketë shkaktuar një çik frikë te Vučić kjo, sepse Trump po merret me gjithë këta që populli ka probleme brenda. Po, duke marrë parasysh faktin se Vučić është një diktator që nuk dallon shumë nga ajatollahët, dhe përkundër faktit se Vučić dëshiroi dhe po synon që ta përdor këtë sulmin e Shteteve të Bashkuara ndaj Iranit me sulmin ndaj Jugosllavisë në vitin 1999. Pra, propaganda serbe çdo herë është e aftë që ta luajë viktimën dhe ta paraqetë veten si të pafajshëm dhe të tjerët agresor, por Vučić duhet të shqetësohet duke marrë parasysh faktin se ai ka një lidhje të fuqishme me Rusinë dhe është proksi i Rusisë brenda Ballkanit, i cili synon që ta destabilizojë pothuajse gjithë shtetet e Ballkanit, në veçanti Bosnjën, Kosovën, por edhe Maqedoninë e Veriut, edhe duke marrë parasysh këto zhvillime të fundit, ai do të mendojë dy herë para se të marrë aksione apo të krijojë strategji për të destabilizuar fqinjet e tij. Megjithatë, Nefail, nga gjithë kjo ne kuptuam që bordi i paqes më duket se doli jashtë loja, apo mund të themi që si po funksionon, sepse u mblodhën për paqen atje, ndërkohë që nuk e di ai pyeti ieri për vendimin që morën për të sulmuar Iranin. Bordi i paqes ndoshta ishte një mënyrë për të blerë kohë dhe për të bërë përgatitje të nevojshme për të arritur deri te ky sulm. Dhe bordi i paqes ndoshta do të jetë shumë vështirë që të funksionojë, duke marrë parasysh faktin se shumë shtete të rëndësishme si Rusia, Kina apo shtetet e Bashkimit Evropian nuk janë pjesë e saj. Dhe duke mos qenë pjesë e saj shtetet më të rëndësishme apo ekonomitë më të fuqishme të botës, nuk mund të shpresojmë dhe nuk mund të besojmë se ajo do të ketë një rol shumë të madh për të parandaluar luftat dhe për të shtyrë paqen në botë. E fundit do ju pyesë për Bashkimin Evropian, sepse edhe në sulmin e fundit duket sikur ishte jashtë loje komplet. Britania që reagoi, vakët të tjera, pra BE-ja mund të themi është komplet jashtë loje.
Është interesant fakti dhe mund ta theksojmë edhe thënien e Henry Kissingerit, thotë nëse dëshiron të bisedosh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, diku të telefonosh, por nëse dëshiron të bisedosh me evropianë, nuk di ku ti telefonosh. Dhe kjo ndodhi posaçërisht edhe dje kur secili shtet i Bashkimit Evropian thoi se kishte deklaratë që dallonte njëra prej tjetrës, pra nuk kishin një deklaratë të përbashkët. Edhe përkundër faktit se ekziston politika e përbashkët e jashtme dhe e sigurisë, po dje u deklarua se u dëshmua se secili shtet ka politikën e saj të jashtme dhe të sigurisë. Pra Bashkimi Evropian më shumë është duke funksionuar si një OJQ, si një organizatë jo qeveritare, sa realisht si një organizatë e cila përmbledh interesat e gjithë shteteve të Bashkimit Evropian dhe shteteve anëtare të saj. Nevailo, të falenderoj shumë për këtë analizë të shpejtë për këtë ngjarje atje, por dhe të gjerë në të gjithë rajonin dhe më tej në të gjithë botën për situatën e re gjeopolitike. Të jam mirënjohës shumë. Faleminderit shumë.